ose veç kemi me qenë spektator edhe sa për bjenda, është edhe 8 seansa edhe 9 deri me të 25. Po mendoj që përcaktimi në afati pa masa, pa mekanizma kontrollues çka ndodh nëse nuk zbatohet, mendoj që është i kotë. Nuk shoh që do të ketë far ndikimi në sjelljet e partive këtë 30 ditë. Çështja e sakrifikimit, unë besoj që posaçërisht nisma dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të jenë të gatshme mu sakrifikue nëse vjen punë, nëse shohin që vërtet ka rrezik me shku në zgjedhje parakohshme apo të jashtëzakonshme, sepse vërtet sipas gjitha parashikimeve ato nuk do të qëndrojnë mirë në zgjedhjet e ardhshme. Nëse sheh këtë teatër një ditë po, një ditë jo, mendoj që këtë është duke u bo për shkak të mendoj që do të kemi 2 palë zgjedhje. Zgjedhjet komunale vetë se janë caktuar nga presidentja me 12 tetor, por jam i sigurt që do të kemi edhe zgjedhje nacionale, sepse unë këtë konstelacion të forcave në këtë parlament, sot nuk shoh mundësi që do të mbledhen 80 deputet dhe në pranverë do të arrijnë ta zgjedhin presidentin, dhe si rezultati i kësaj partitë janë shumë të kujdesshme dhe gjithçka çka bojnë janë duke bo, nëse mund të them kështu, si një farë hyrje në një fushatë të re parazgjedhore, dhe këtë që po ndodh është që partitë janë duke pritë që pala tjetër do të gaboj në mënyrë që t'ja faturoj pastaj atë gabim bllokut kundërshtar gjatë fushatave parazgjedhore të cilat pritën që do të vinë, përndryshe çka do t'ju thojnë elektoratit e tyre në fushatat parazgjedhore, që ka ndodhë në këtë kohë, veç se humbje gati e një viti, dhe mendoj që në situata normale elektorati ishte deshme qenë në këtë drejtim ma agil dhe të penalizoj këto parti, sepse vërtet ato nuk që po supozojmë që elektorati është mandatin që është dhënë. Po supozojmë që është super i vetëdijshëm, super agil.